Shikoj, do më thënë nuk e të kemi nëjë doktor, ka që mërzitur jetë pash edhe në koridoret e Max Sport, Euronews Albania, je shumë i shqetësuar. Shiko, Sul që unë vjeni natë kur kam drejtë. Si ishte kjo? Kam i natë kur kam të drejtë. Vjeni natë, sidomos për këtë punë, për Tiranën në këtë rast, me që kemi neshe derbi nesër, kupton, kemi arrit pikën e fundit me fjellë, dhe unë kam paktën një vit tek emisioni jote që ta kam thënë këtë që do ndodhi në këtë formë që para një viti, para se fillonte kampionati i këtij viti. Një muaj e ca përpara që kur Tirana po merrte pjesë Kupat e Europës, unë ta kam thënë skenarin se çfarë do ndodhi në fund. Të kam thënë që ne jemi më të rrezikuar për të mund të kemi gabuar sepse atëherë të thash që ne Tirana e këtij viti do luftoj për të shpëtuar play-outin. Për fat keq po luftojmë për të shpëtuar mbjetesën, jemi më keq akoma. Do me thënë edhe në radhën e fundit që unë kam qenë në emisionin tënd, kemi qenë po në këto ujra. Kam thënë po në të njëjtën gjë, do me thënë dhe vazhdoj vi pas 2-3 muajve dhe prapë jemi më keq se ç'kemi qenë. Do me thënë jemi në vend fundit me 5 fitore, me -5 gola, në golavrazh nuk e di kur ka pasur Tirana -5 gola. Ka shanse nesër Tirana ndeshje e madhe futbollit shqiptar. Themi derbi, mega derbi futboll nuk ka favorit. Po nuk fitoj nesër, del. Po fitoj nesër, ka dhe shpreja se dhe këto 3 ndeshje që i kanë ngelur. Por, për mua që të shpëtoj, do të fitoj 4 ndeshje. Të fitoj 4 ndeshje në këtë pikë kampionati, ku të gjitha duan pikë, ku Tirana ka 5 fitore gjithë vitin, gjithë sezonin ka 5 fitore. Do të fitoj 4 tashmë, i kanë ngelur që të shpëtoj. Është goxha e vështirë. Unë nuk duhet ja heq shpresën, por e shoh më të rrezikuar se të gjithë tjerat për të. Në fakt në ndeshje derbi ndodhin shumë gjëra. Ndeshja derbi janë të dyja rezultatet. Nga dyja skuadrat, mendoj që motivimi do jetë maksimal. Gjithmonë Tirana Partizani ka prodhuar emocion, dhe mendoj që Tirana në këtë ndeshje do motivim 100% sepse ka dhe pjesën e rënës nga kategoria. Kurse Partizani mendoj... E ka lënë me Partizani da të motivuar gjithë vitin? Jo, kuptimin do më thënë që... Ajo ndeshje asnjëherë nuk ka favorit. Patjetër. Patjetër që s'ka favorit, sepse janë të dyja skuadrat e kryeqytetit, dyja skuadrat cilat kanë edhe atë traditën e vjetër. Edhe nga në psikologjike, nuk ka nevojë për trajner në këtë ndeshje për motivim. Nuk ka nevojë, por ka nevojë për ekip Mehmeti. Po, unë mendoj që derbi është derbi dhe është i paparashikueshëm dhe sidomos bëhet fjalë për derbin më të madh në Shqipëri, mos them edhe në Ballkan, dhe për sa i përket situatave të dyja skuadrave, skuadra Partizani vjen me një bonus emocional sepse ndryshimi i trajnerit ka marrë mentalitet tjetër, unë e njoh edhe vetë profesor Gegën, i ka dhënë atë mentalitetin e dur se e njeh atë klub, dhe gjithë problemi i futbollit shqiptar është sepse lojtarët e tanishëm nuk njohin se çfarë do të thotë bluze. Nuk e shikojnë atë diferencën kur vesh bluzën e Dinamos, kur vesh bluzën e Partizanit apo të Tiranës. Por për sa i përket derbit nesër, mendoj që është i paparashikueshëm edhe pse është në vështirësi të jashtëzakonshme Tirana, mendoj që do të jetë një derbi i paparashikueshëm dhe duhet kuptojmë që edhe pse është e fundit Tirana mund edhe të jetë favorite për ta fituar ndeshjen, megjithatë Partizani do t'ja bëjë. Di çfarë shikoj unë sepse më folit për Brezi dhe po flisja pak më parë edhe me Bornën. Vjen një Brez që nuk kanë edhe sakrificën për fanelën. Edhe qoftë për Tiranën dhe Partizanin që janë dy skuadra, dy kampet më të mëdha në futbollin shqiptar. Motivohen vështirë. Për fat keq motivohen vështirë. Çfarë do thotë kjo? Do të thotë, do me thënë, në momentin që ata nuk e gjejnë motivin ke loja, tek e fundit ke ajo që kanë zgjedhur për profesion. Futbolli nuk është profesion, por gjithsesi është pasion.